Po ashtu në fushën e auditimit të teknologjisë së informacionit, të cilat kryen në kuadër të auditimeve të performancës, janë 3 auditime. Është platforma për ofrimin e shërbimeve online e-Kosova, e cila tashmë vetë ka filluar, është sistemi i tatimit në pronë, si dhe auditimi i integrimit të sistemeve, krijimin e deponisë së shënimeve dhe implementimin e inteligjencës së biznesit. Duke marrë parasysh edhe rëndësinë që kanë rekomandimet e auditimit dhe zbatimit të tyre, këtë vit kemi vendosur të kryejmë një auditim përcjellës të zbatimit të rekomandimeve të raporteve të auditimit të performancës të vitit 2019. Të nderuara media, sot para jush do të prezentoj rezultatet e 3 raporteve të auditimit, të cilat do të publikohen sot dhe të njëjtat janë dërguar edhe tek palët e audituara dhe në kuvend. Ashtu si që ju paralajmërova më herët, raportet të cilat do të publikohen sot është efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, efikasiteti në realizimin e projektit rehabilitimi linjës 10 hekurudhore, Hani e Lezit Leshak, si dhe raportin e auditimit të pajtueshmërisë për KMDK-n. Në lidhje me auditimin efikasiteti dhe efektiviteti në procesin e ndërtimeve të larta në komunën e Prishtinës, konkluzioni i përgjithshëm është se komuna e Prishtinës gjatë periudhës 2021-2023 nuk ishte efikase as efektive në procese nga lëshimi i lejeve të ndërtimit deri tek pajisja me certifikata të përdorimit. Ka mungesë të kontrolleve gjatë lëshimit të kushteve ndërtimore, trajtim jo të barabartë të kërkesave për leje ndërtimore, mungesë të inspektimeve të mirëfillta dhe të rregullta, si dhe mekanizmi për pajisje me certifikat të përdorimit nuk është efektiv. Vetëm 15% e lejeve të lëshuara për ndërtim gjatë viteve 2017-2021 janë pajisur me certifikat të përdorimit. Si përjetin në realizimin e projektit, rehabilitimi linjës 10 hekurudhore Hani e Lezit Leshak. Për realizimin e këtij projekti janë siguruar financime të konsiderueshme nga disa burime ndërkombëtare dhe kombëtare, të cilat pas përtritjes së disa marrëveshjeve nga Infrakos dhe Qeveria e Kosovës dhe me palët e tjera në vitin 2023 kanë arrit në vlerë 250 milion euro. Në vitin 2015, Infrakos, duke u mbështetur nga Qeveria e Kosovës, ka nënshkruar marrëveshje në vlerë për 208 milion euro me BERSH, Bankën Evropiane të Investimeve, e cila është ratifikuar më pas në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Tutje në vitin 2023, nevoja për hua shtesë si pasojë e vonesës në realizim ka bërë që të kërkohen edhe 38 milion euro hua dhe 4 milion euro fonde të tjera, të cilat e rrisin vlerën totale të projektit në 250 milion euro. Gjatë viteve 2015-2024, për projektin rehabilitimi linjës hekurudhore dhe linja Hani e Lezit Leshak, janë paguar 92.3 milion euro apo 37% e fondeve të ndara. Nga të dhënat e mbledhura ka rezultuar se realizimi i shpenzimeve për këtë projekt nga viti 2008 deri në vitin 2020 ka qenë shumë i ulët. Një progres më i mirë fillon në vitin 2021, përderisa në vitet 2022-2023 pati një rritje të ekzekutimit të punëve dhe shpenzimet arritën në rreth 45% krahasuar me periudhën paraprake. Megjithatë, derisa po raportojmë, projekti është ende larg realizimit të objektivave të përcaktuara. Devijimi nga kushtet e kontratës është material për faktin se në 8 pozicione lidhur me menaxhimin e kontratës, sasitë e parashikuara me kontratën kornizë ishin tejkaluar mbi limitin e lejuar ligjor prej 30%, ndërkohë që 46 pozicione tjera nuk ishin realizuar fare. Pra tejkalimet e sasive të kontraktuara për pozicionet të caktuara ishin me një kost të shtesë prej rreth 1 milion euro, mbi pragun e lejuar prej 30%. Tejkalimet sasiore të këtyre pozicioneve ishin prej 60% deri në 3.900% dhe vlera e sasive të kontraktuara ishte 304.000 euro, ndërsa vlera e sasive që janë shpenzuar për këto pozicione ishte 1.3 milion euro.